Sot emisionin do të nisim me një reagim të fundit të përparim Ramës, i cili është përgjigjur vetëvendosin, ndonë se për përparim Ramën do të flasim edhe me vonë bisedën që do të kemi. Kryetari i Prishtinës pra përparim Rama i është kundër përgjigjur lëvizjes vetëvendose, pasi që asamblesë të kësaj partie në Prishtinë kanë dërguar kallëzim penal ndaj tij në prokurorinë speciale. Ai ka ironizuar duke thënë se i vjen mirë që VV po i drejtohet prokurorisë, por i ka ftuar dhe i ka udhëzuar që edhe kryeministri i përgjigjet prokurorisë speciale, pasi që ka 2 vite që nuk i përgjigjet ftesës për intervistim. Ai ka thënë se dyert e Prishtinës, komunës së Prishtinës më saktë, do të jenë të hapura gjithmonë për organet e drejtësisë, ndërkohë do të lexoj edhe statusin, nis me mirëmëngjesi. E para, po m'vjen mirë që më në fund po i drejtoheni prokurorisë. Është lajm i mirë. Tash udhëzojeni edhe kryeministrin të përgjigjet prokurorisë, sepse ka më shumë se 2 vjet që nuk i përgjigjet ftesës për intervistim. E dyta, dyert e kryeqytetit kanë qenë dhe mbeten të hapura për organet të drejtësisë. Garantojmë bashkëpunim të plot, transparent dhe institucional për çdo kërkesë të prokurorisë, si gjithmonë, pa diskutim. Pas vendimit të prokurorisë do t'i ndërmarrim pa asnjë hezitim të gjitha veprimet dhe procedurat ligjore ndaj kujdo që rezulton se ka shkelur ligjin, ka shkruar kryetari i Prishtinës përparim Rama në këtë kundërpërgjigje ndaj vetëvendosjes. Ndërkohë, sot ashtu siç është paralajmëruara, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës ka ftuar drejtuesit e partive politike në një takim për të folur për seancën konstituive, për përgatitet për këtë seancë, e cila do të mbahet më 6 gusht që i bie të ejtën e ardhshme. Në ndërkohë, Haxhiu ka deklaruar se i vjen mirë dhe për rizgjedhjen e Abdigjikut si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe se kjo hap dyer për të vazhduar takimet me këtë parti. Do të kemi pas pak një bisedë me Paris Gurin nga LDK për të folur për gjitha zhvillimet, por deri atëherë do të jemi me disa deklarata të Lumir Abdigjikut, pasi ai vazhdoi të jetë kryetar i kësaj partie. Do të jetë vetëm pas pak do të kemi edhe këto deklarata, në të cilat Lumir Abdigjiku natyrisht kemi reagimin, mund ta kemi regjia reagimin e Lumir Abdigjikut sot mes tjerash edhe në Facebook, ku njëherë ka falendëruar të gjithë, derisa ka thënë që me këtë e mbyllin një kapitull dhe nis puna për institucione. Në LDK ka shkruar Lumir Abdigjiku, fjala e fundit i takon gjithmonë antarësisë. Mbrëm ajo foli. Kam besuar se ky kuvend ishte i panevojshëm, i dëmshëm dhe i ngushtshëm. Sot ai i përket së shkuarës. E pranoj me përulësi vendimin e delegatëve dhe e marr atë si një përgjegjësi të re për ta ruajtur me fanatizëm kahjen e LDK-s. LDK mbetet veç e antarësisht dhe ky është verdikti më thelbësor që dha LDK-ja mbrëm. Kjo periudhë na sprovoi, por sprovat nuk duhet të na ndryshojnë vlerat. LDK-ja është ndërtuar mbi kulturën e dialogut, të maturisë dhe të respektit për mendimin ndryshe. Pikërisht këto vlera duhet të na udhëheqin edhe tani, prandaj sot kam vetëm mirënjohje. Mirënjohje për ata që më besuan, po aq mirënjohje edhe për ata që menduan ndryshe. Demokracia nuk kërkon njerëzshmëri, ajo kërkon respekt. Tani, më ndihmoni të gjithë të bashkojmë këtë shtëpi dhe nga këtu të bashkojmë gjithë Kosovën. Ky është roli ynë, pra roli i LDK-s së vërtet, role tjera nuk na përkasin neve. LDK ka shkruar tutje ka nevojë për bashkim, ndërsa Republika ka nevojë për stabilitet institucional, pra lidhur me atë që tham edhe më herët, që ka hapur dyert, dhe duket që tashmë LDK do të jetë e hapur për të vazhduar takimet me vetëvendosin për krijimin e institucioneve, por siç e ka thënë në adresimin e mbrëmshëm Abdigjiku, për këtë duhet një marrëveshje e mirë, por që ai ka thënë se nuk kemi ardhur deri tek kjo marrëveshje. Abdigjiku ka folur shumë, mes tjerash ka përmendur edhe Ramën, do të kemi pra pas pak bisedën me Paris Gurin, derisa më vonë do të kemi edhe një panel për zhvillimet e LDK-s, sepse është e rëndësishme tani me të diskutojë se çka tutje në LDK, pasi që Abdigjiku mori votbesimin dhe vazhdon të jetë kryetar i kësaj partie politike, ndonse ishte krijuar një përshtypje nga ajo që diskutohej dhe nga ajo që dëgjonim nga aktorët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, se do të ishte e vështirë që Abdigjiku të mbijetoj këtij kuvendit të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por në fakt ndodhi ndryshe me 170 vota për, 152 ishin kundër dhe 5 abstenime.